Futbollisti i kombëtarës së Andorrës, Erik Valles, ka dhënë një deklaratë ku premton se ai dhe bashkëlojtarët e tij do të japin gjithçka në ndeshjen kundër Shqipërisë për të arritur një rezultat sa më pozitiv. Serbia vazhdon të ketë ende shpresa teorike për të kualifikuar në play-offin e botrorit 2026, por që kjo të ndodhë, ajo duhet të mposhtë Anglinë dhe Letoninë dhe të shpresojë që Shqipëria të gabojë. Në momentin kur skuadra e drejtuar nga Veljko Paunovic do të luajë të mërkurën në Wembley, serbët do të kenë veshat dhe nga ndeshja tjetër e grupit, ajo mes Shqipërisë dhe Andorrës, dhe për këtë ka menduar skuadra e Andorrës. Nuk mund t'ju premtoj rezultatin, sepse kjo nuk do të ishte e drejtë, por mos keni asnjë dyshim për përkushtimin dhe përgatitjen tonë për këtë ndeshje. Do të bëjmë gjithçka që mundemi, siç veprojmë ndaj çdo kundërshtari tjetër, qoftë në ndeshje zyrtare apo miqësore. Do të përgatitemi dhe do të luajmë ndaj Shqipërisë sikur të ishte një finale. Ajo që mund t'ju them është se atmosfera në skuadër është shumë pozitive dhe ne jemi shumë të motivuar për të arritur një rezultat të mirë para tifozëve tanë në mënyrë që të vazhdojmë përpara, tha Valles. Futbollistët serb të klubit të tij, Tekstil Lac, i kanë kërkuar që të ndihmojë Serbinë me një rezultat pozitiv kundër Shqipërisë. Sigurisht që kemi folur për këtë ndonjëherë në dhomën e zhveshjes, por gjithmonë me respekt. Ne jemi profesionistë dhe respekti mes bashkëlojtarëve është ajo që na bën më të mëdhenj. Është normale që djem duan të shohin një rezultat të mirë nga ana jonë, sepse dëshirojnë më të mirën për kombëtarin e tyre, dhe unë shpresoj që pas ndeshjes të shoh shokët e mi të lumtur, shtoi ai. Valles nuk do të luajë në këtë përballje për shkak të pezullimit me kartona, por ai ka qenë në fushë në ndeshjet e mëparshme kundër Serbisë dhe Shqipërisë. I pyetur se cila kombëtare është më e fortë, ai u përgjigj: "Mendoj se të dyja përfaqësueset janë shumë të mira, secila ka pikat e saj të forta dhe ngjashmëritë janë të shumta, siç kemi vërejtur gjatë analizave tona në këto kualifikuese. Të dyja skuadrat janë fizikisht të fuqishme, luajnë me intensitet të lartë, qarkullojnë shpejt topin dhe krijojnë shumë raste për gol. Edhe ndeshja e fundit mes tyre ishte shumë e mirë, përfundoi në favor të Shqipërisë, por edhe Serbia pati mundësinë të fitonte. Ishte një goditje e rëndë për ta, sepse humbën një ndeshje kaq të rëndësishme", përfundoi Valles.